Akrepi njihet prej kohësh si një nga shenjat më misterioze të zodiakut dhe astrologët theksojnë se kjo natyrë enigmatike nuk është as pak e rastësishme. Uri i mbrojtës që ai ndërton rreth vetes sipas tyre lidhet ngushtë me botën e pasur emocionale që akrepi ruan me fanatizëm. Edhe pse përjeton ndjenja të thella, ai rralli shpreh hapur, nga frika se mund të lëndohet, të tradhtohet ose të zbulojë më shumë se sa dëshiron. Ekspertët shpjegojnë se kur dikush përpiqet ta detyrojë një akrep të flasë, reagimi i parë është heshtja. Ai mbyllet menjëherë duke ngritur një mur të padepërtueshëm. Ndryshe nga shenjat e tjera që shprehen impulsivisht, akrepi vëzhgon me kujdes, analizon situatën dhe ruan çdo detaj për të përdorur më vonë në avantazhin e tij. Fshehtësia për të nuk është mungesë besimi ndaj personit përballë, por një mekanizëm i natyrshëm vetë mbrojtës. Astrologët ja atribuojnë këtë sjellje ndikimit të Plutonit, planetit të transformimit, forcës së brendshme dhe sekreteve. Në energjinë e Plutonit, akrepi nuk flet kurrë më shumë se sa duhet dhe zbulon vetëm ato që ai vetë shet të arsyeshme. Ai peshon me shumë kujdes çdo fjalë dhe nuk hapet kurrë nga presioni, por vetëm nga zgjedhja personale. Kjo aftësi për të kontrolluar emocionet, për të ruajtur veten dhe për të mbajtur distancë kur është e nevojshme, është pikërisht ajo që bën akrepin të fuqishëm dhe të pazakont. Në botën astrologjike, ai konsiderohet si mjeshtri i sekreteve dhe i forcës së brendshme, që nuk zhveshet lehtë.